Qytetarët e zhgënjur të Vlorës kanë denoncuar cilësinë e keqe të projektit të punimeve në disa segmente të rrugës së re bregdetare të njohur si lungomare. Mungesa e kanalizimeve dhe punimet nonstandarte bëjnë që pjesa e rrugës prapa vilave qeveritare të mbulohet nga uji, sa herë nis të bjerë shi, ndërsa qytetarët, si në këmbë dhe në automjete, duhet të kalojnë mes ujit që pushton rrugën e sapo ndërtuar. Rruga në dukje elegante pritej të shërbente si një arterje kryesore për zhvillimin e turizmit dhe infrastrukturën e qytetit, por shihet qartë se ajo është kthyer në një liçen për automjetet dhe këmbësorët sa herë ka reshje. Ky problem gjithashtu ndikon negativisht në imazhin turistik të vendit, pasi vizitorët dëshpërohen nga kushtet e pakëndshme që i presin, prandaj qytetarët i kërkojnë autoriteteve të marrin përgjegjësinë dhe të bëjnë një vlerësim të kujdesshëm të punimeve dhe projekteve që realizohen me qëllim që të shmangin dështime të tjera. Denoncimi. Projekti i ri i lungomares që ka bërë mbas vilave qeveritare e kanë përfunduar para disa ditësh, ndërkohë situata sapo bie një ves shi është kjo, pasi nuk kanë hapur një kanal për të shkarkuar ujin, aty rruga ka pjerësi.